Pas përfundimit të spektaklit të shtëpisë më të famshëm në Shqipëri, Rozana Radi ka ndarë mendimin e saj pa filtra për fituesin e këtij edicioni Gjestin. Në një prononcim, Rozana u shpreh se ndonë se ajo vetë u mërzit që nuk fitoi çmimin e madh, e përgëzon Gjestin për fitoren dhe i uron që ajo të shërbejë si një trampolin në rrugën artistike. Unë u mërzitej që nuk e fitova, por i kam thënë atij se kush e fiton është më sa e merituar. Ai ta gëzoi, ti shkojmë mbar dhe ti shërbej si një trampolin në karrierë, u shpreh këngëtarja. Megjithatë, Rozana nuk i kryesoi as kritikën ndaj banorëve të tjerë, duke lënë të kuptohet se Gjesti nuk e kanë dashur me të vërtetë. Ata nuk e kanë dashur Gjestin, po ta donin do ta kishin thënë. Ai që ka thënë se ai është lezeti i shtëpisë jam unë, deklaroi ajo me bindje, duke thumbuar kështu edhe Eglin, por edhe të gjithë banorët e tjerë. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se tensionet mes Rozana Radi dhe Gerdës u pan edhe pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe me sa duket, përplasjet mes tyre do të vazhdojnë në distancë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.